Kemi Esido Barkan, i cili do na sjellë atë që tha Flori pak më parë, që është për vrasjen në Babru. Me sa duket është zbuluar ngjarja. Esido, na trego pak? Po, Brikena, përshëndetje sërish Brikena dhe Flori. Në fakt, policia e Tiranës ka arritur të zbardhë vrasjen e mbrëmshme, ku mbeti viktim si pasojë e plagëve të marra me një thik 40 vjeçari Hajdar Ismail Geci. Të paktën grupi hetimor burime bëjnë të ditur se viktima dhe autori kanë qenë duke konsumuar alkool në një lokal në afërsi të zonës ku ka ndodhur vrasja. Në gjendje të dehur ato më pas janë larguar dhe pikërisht në vendin ku ka ndodhur dhe krimi, pra në shesh pushimin ose në këndin e lojrave mes pallateve në një zonë të populluar të Babrus, ka patur një konflikt banal mes tyre, një konflikt i çastit, çka ka denigruar deri në momentin që autori pra ka goditur me thik shokun e tij duke e lënë të vdekur në vend dhe më pas është larguar. Në fakt autori është kapur nga forcat e policisë, i cili ndodhet pra në komisariat dhe pritet të merren te pyetja. I ka qenë në gjendje të dehur dhe ende nuk ka dëshmuar sa i takon konfliktit që ka patur me shokun e tij. Pritet që policia në fakt të sjellë edhe një njoftim zyrtar, reagim zyrtar në lidhje me ngjarjen e rënd, ku të bëjë të ditur më shumë detaje sa i takon identitetit dhe të autorit apo konfliktit, pra duke zbardhur plotësisht ngjarjen e rënd. Kur thua në gjendje të ndehur, ishte në gjendje të ndehur dhe kur ndodhi krimi, po edhe aktualisht është arrestuar nga policia? Po, kanë qenë të dehur në momentin pra para se të ndodhi krimi, ata kanë qenë duke konsumuar alkool në një lokal në Babru, në zonën ku ndodhi dhe ngjarja. Kanë qenë në fakt edhe ditë më përpara në shoqërinë e njëri tjetrit, pra njihen si persona le të themi të alkoolizuar, pra të cilët shoqëroheshin me njëri tjetrin. Nuk dihet se cili ka qenë konflikti banal, theksoj se shkaqja ka qenë banale mes tyre ku kanë shpërthyer, ku për shkak edhe të efektit të alkoolit, pra ka denigruar deri në përdorimin e thikës, çka e la të vdekur 40 vjeçarin. Pritet dhe ekspertiza paraprake mjekësisë ligjore për të përcaktuar se sa goditje me thik kanë qenë. Megjithatë grupi hetimor, të paktën ato që ka pa në trupin e viktimës, shprehet se nuk janë goditje të shumta, por kanë qenë fanale, pasi dyshohet se i kanë prekur organet jetike të 40 vjeçarit. Tani që është zbuluar identiteti i autorit, nuk e di sa ke patur mundësi të marrësh informacione, sepse si do ishte shumë i shpejtë edhe në raportimin e kësaj ngjarje, po a ka një informacion nëse autori, përveç se ishte i alkoolizuar, me sa duket, me çfarë thonë edhe njerëzit që i njihnin, është një person i cili kishte precedent penal, nëse ka patur arrestim të merrshëm nga policia për ndonjë ngjarje tjetër, siç ishte edhe rasti i viktimës, e ti e the pak më parë që shpeshherë viktima ishte ndaluar edhe pse duhen zbuluar të gjitha detajet dhe hetimet do të vijojnë, po për autorin çfarë mund të themi? Ato që ka dim në këto momente Berkina është se njihen si persona problematik në zonë, megjithatë sa i takon të shkuarës nëse autori pra ka qenë me precedente apo jo, pritet të zbardhen më tej nga policia e Tiranës. Kupton që dinamika ka qenë le të themi fokusi i policisë në zbulimin e identitetit dhe në kthyrjen e kamerave. Gjatë natës ato kanë punuar me kthyrjen e kamerave të sigurisë të zonës dhe në orët e parë të mëngjesit pra është arritur në zbulimin e identitetit të autorit dhe më pas kapjen dhe izolimin e tij. Ku ai në momentin që është kapur që në efektin e alkoolit dhe nuk është e mundur pra të paktën në orët e para të mëngjesit që t'i merret një dëshmi nga ana e tij për të treguar më shumë në lidhje me motivin çka është ju që të godiste me thik shokun e tij 40 vjeçar. Në fakt sido që dy shok të pinë edhe të dehen nuk është fare çudi është bërë fakti tashmë që është normalizuar të pasurit gjithmonë një thik me vete. Ne të falenderojmë shumë për profesionalizmin që tregon dhe gjithmonë je i gatshëm për të përcjellë lajmin e fundit për emisionin Live në mëngjes. Faleminderit shumë.